Ndërsa Kosova përgatitet për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet elektorale në përpjekje për të siguruar rezultatin më të mirë të mundshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vendosur në qendër të fushatës së tij të dy shtyllat kryesore, përmirësimin e skemave të pensioneve dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të shtetit. Në disa dalje publike, Kurti ka theksuar transformim që sipas tij ka pësuar forca e sigurisë të Kosovës gjatë mandatit të tij. Ai kujtoi se në fillimet e tij ushtria e Kosovës kishte vetëm 2 lloje armësh, pushk sulmi dhe pistoleta, ndërsa sot sipas tij FSK-ja disponon mbi 40 lloje armësh dhe sisteme mbrojtëse, përfshirë edhe 3 tipe dronësh. Kurti ka deklaruar më herët se balanca ushtarake në rajon ka ndryshuar, duke nënvizuar se pajisja e Kosovës të sistem anti-tank Javelin i bën të papërdorshme tanket e Serbisë. Ai ka shtuar se ka gjetur ushtrinë në më pak se 2300 trupa, ndërsa aktualisht numri efektive ka arritur në rreth 5000. Në prag të zgjedhjeve, kryeministri në detyrë ka premtuar se nëse rizgjidhet, shpenzimet për mbrojtje do të rriten deri në 100%. Sipas tij, investimet për ushtrinë e Kosovës do të kapin vlerën të paktën 1 miliard euro të viteve të ardhshme. Kurti ka bërtëditur se gjithashtu planet për ndërtimin e një fabrike municionesh dhe dronesh në markën Made in Kosova, si dhe nisjen e programit të rezervistëve vullnetar nuk lëshojnë për Republikën e Sigurt, ka deklaruar ai, duke paraqitur sigurinë kombëtare si një prioritet kryesor të mandatit të ardhshëm qeverisës.